Kur ta provoni këtë tavë kremoze me kungulleshka, nuk do i ndahni ma aq e shishme e mirë që del. Unë po ju la mënyrën si kam përgatit. Kungulleshkat mas i kena la, i presim në rriska të holla. E masanej i rreshtojmë një tepsi të lyme me vaj ullinit. I rregullojmë me pak kryp dhe shtojmë në ta djathin e grim. Hedhim beshamelen e hapim mirë në krejt sipërfaqe. Venosim një shtresë tjetër me kungulleshka, kryp e djath të grim. Masanej rreshtojmë proshuten, djathin që shkrin në feta dhe sipër venosim një shtresë tjetër me kungulleshka. Hedhim kryp, djath të grim e beshamel. E hapim mirë beshamelen krejt sipërfaqen e tepsisë dhe sipër shtojmë mozzarella, djath të grim dhe e fusim tavën mu pjek në furrë të parangrohur në 200 gradë derisa të jetë gati e të ketë marrë të ngjyrën e bukur të pjekjes. Faleminderit!